Ju përshëndes, Shqipëria gati për të futur në Bashkimin Evropian. Nuk është një shaka, por më ndiqni me vëmendje. Nëse dikujt ky argument mundi duket për të qeshur, ndiqeni deri në fund dhe do të dëshiroja një komentin tuaj sepse jam i bindur që do të ndryshoni mendim që sonte. Nuk është se di gjithçka, por unë do t'ju them këndvështrimin tim dhe pastaj le ta diskutojmë së bashku. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që para pak ditësh u dha lajmi që Emiratet Arabe do të investojnë 1 miliard të tjera, 1 miliard euro për energjinë rinovabile. Pra për energjinë diellore dhe energjinë eolike ose me erë. Çfarë do të thotë kjo? Duhet të dini që Shqipëria është një vend i vogël ose një lagje e Romës ose një qytet i vogël evropian, sepse tashmë me 2 milionë e gjysmë ose 3 milion banor është një popullat shumë e vogël. Mirë po, ka disa që thonë që po mirë, sepse do t'ju them dhe diçka vërtet shumë të rëndësishme. Shqipëria cilësohet sot si vendi i tretë në botë për prodhimin e energjisë rinovabile. E dëgjuat mirë, pra energji eco energy, vendi i tretë në botë, pas Norvegjisë dhe pas Islandës. Dhe disa prej jush pa dyshim tani do të lind ajo ideja, do thotë çfarë është ky film që thua ti, sepse lexova disa komente. Ose çfarë është kjo që thua ti, sepse ne kemi edhe sot probleme të energjisë elektrike. Prisni, sepse energjia që kemi aktualisht furnizohet, pra ajo që kemi njerë kryesisht është me hidrocentrale, por pra nuk është rinovabile, një pjesë e madhe, por tani do të shndërrohet dhe është lider numër 1 Shqipëria për prodhimin e energjisë rinovabile, pra energji ekologjike, që nuk prodhohet nga hidrocentralet, por nga panelet diellor dhe nga elikat. Dhe duhet të dini dhe diçka, që sistemi i mëparshëm ishte një sistem kompleks. Së pari, dhe rryma elektrike vinte nëpërmjet disa kableve që janë që në kohën e komunizmit. Dhe për t'i ndryshuar ato nuk është e thjeshtë. E vërteta qëndron që po ecin, pra Shqipëria po ecën me hapa gjigant. Do t'ju them dhe diçka tjetër. Shikoni, më bëri përshtypje diçka që më tha bashkëshortja ime kur shkuam në tetor të vitit 2025. Kur po vinim, nani e më tha diçka. Sa ka ndryshuar, tha Shqipëria. Unë të dini diçka, unë jam asnjanës, mundohem që t'jem asnjanës dhe nuk jam këtu për politikë. Unë po them ndryshimin që ka bërë Shqipëria ndër vite. Tha ime shoqe, kur shkonin bashkë që shkoi e ti tha për emisionin Enigma, flitet që nga viti 2011 deri në vitin 2017, ka një ndryshim të madh me sot, sepse së pari njerë kishte shumë pak italian, të huaj po thuaj se fare, por kishte shumë pak italian. Dhe rrugët ishin po thuaj cop-cop. Ajo rruga e Vlorës u bë shumë më vonë, pra rruga e autostrada që i themine, që lidhte Vlorën, arrinte deri në Fier dhe kaq. Një pjesë tjetër, pra po të shikoni dhe rrugët që ishin më përpara, nuk ishin si rrugët që janë bërë tani. Për më tepër, ndërtimet që janë bërë kohët e fundit nuk janë ato që ishin më përpara, janë ndryshe. Tjetra, investimet që kanë bërë të huajt këto vitet e fundit janë 100 herë më shumë, pra si substancë, qoftë të parave të investuara, por edhe të njerëzve, sepse ka më shumë numër, janë po thuaj se 100 fish më shumë se sa vitet e tjera. Pra këtë vurire, bashkëshortja emi që ajo nuk i intereson që ajo të bëj publicitet dhe nuk i intereson me fjalë që të thot budallëqe, sepse ajo shikon nga këndvështrimi i huaj. Pra nuk e shikon si unë. Për mua është gjithmonë njësoj. Ka qenë, është dhe do të mbetet njësoj. Pse? Sepse duke dashur një vend, unë e dua atë vend, më duket çdo gjë, okay, ka ecur, dakord, por më duket, me një fjalë, e shikoj si një vendas, si një shqiptar. Kurse një i huaj e shikon me një sy tjetër. Dhe ç'është e vërteta, ndryshimet janë bërë të mëdha. Më thoni ju nëse është e vërtetë ose jo, nëse unë po gaboj. Shikoni, ka investitor tani kohët e fundit që kanë bërë miliona investime, por që po bëjnë ende miliona investime. Dhe janë pikërisht ato investimet e para që kanë bërë ndryshimin e madh sot. Dhe janë këto investime që po bëjnë sot që do të bëjnë ndryshimin e madh nesër.
Tani, pse po flasim për këtë? Dhe pse thuhet që Shqipëria është gati që të futet në Bashkimin Evropian? Sepse, sipas takimeve të fundit që ka bërë kryeministri, por njëkohësisht edhe qeveria shqiptare, i ka dhënë disa detyra që duhet që ti përmbushi Shqipëria. Pikë së pari, janë mbi 700 rrugë, autostrada, 700, jo një. Mbi 700 autostrada që do të bëhen në gjithë Shqipërinë në një kohë deri në vitin 2027. Në qoftë se do të përmblidhen dhe në qoftë se do të bëhen, do të realizohen këto projekte, sepse deri në vitin 2027, atëherë në vitin 2030 Shqipëria do të futet ndoshta edhe më përpara në Bashkimin Evropian. Përveç 700 autostradave, do të bëhen edhe hekurudha me trena. Do të shkojnë aty ku deri në Pogradec, deri në Vlorë, deri në bile edhe në vende tjera. Shiko, ajo linjë që ishte më përpara, sepse treni, shinat e trenit janë shumë të kushtueshme dhe ju e dini shumë mirë. Merreni me mend që atëherë kur u bë gratis në atë kohën e komunizmit, për një shinë treni që nga Tirana në Durrës morën pjesë me mijëra njerëz të rinj që shkonin vullnetar. Dhe prap ishte shumë e vështirë. Pra kërkon jo vetëm para, po kërkon edhe krah pune. Dhe nuk është kaq e thjeshtë, këtë doja të thosha. Nuk është kaq e thjeshtë, sepse sot kush shkon nga Shqipëria, me fjalë vendas shqiptar që të shkojnë atje. Pra padyshim janë vetëm investitorët që do ta bëjnë atë. Në bazë të disa makinerive që kanë tani etj. Pra jo me krah si bëj dikur. Dhe përveç kësaj, do të bëhen edhe hidrocentrale të tjera, do të bëhen edhe me fjalë ekologjike, do të bëhen me rrymë elektrike. Merreni mend që deri tani në këtë moment që po flasim Shqipëria prodhon rreth 5 milion megawatt për orë. Dhe në këtë sistem të ri që kanë investuar vendet arabe 1 miliard euro, nuk e mbaj mend emrin tati Sheiku, që ka investuar në Shqipëri, do të shtrihen kavot në ujë për të furnizuar edhe Italinë. E dëgjuat mirë. Pra, prodhimi i energjisë do të bëhet në Shqipëri dhe do të furnizohet jo vetëm Shqipëria, por edhe Italia nëpërmjet kavove që do të shkojnë në det. Dhe të gjitha këto investime do të bëjnë zhvillimin e madh që brenda vitit 2027, në qoftë se këto programe do të përmbushen, atëherë Shqipëria është gati për të futur në Bashkimin Evropian. Unë them se do t'ja arri. Ju çfarë mendimi keni? Sepse ato që janë bërë deri tani, pra projektet që janë realizuar deri tani, nuk janë realizuar sepse e kërkoi Bashkimi Evropian, por janë realizuar sepse nga puna e qeverisë. Bile do t'ju them, shiko, unë në diçka të rëndësishme që kam dashur dhe dua t'ja u them këtë. Mua nuk më intereson fare politika. Nuk më intereson nëse është e djatha, e majta, e shtrëmta, apo nuk dua t'ja di fare. Për mua e rëndësishme është me fjalë që të gjithë jenë në armoni dhe mos të zihen me njëri tjetrin, sepse politika në Shqipëri është si kundërshtar me armë, sikur të luftosh dikë tjetër. Nuk duhet jetë kështu. Duhet të jenë të gjithë në sintoni, secili ka mendimin e tij, dakord, por jo të vriten mes njëri tjetrit, jo të shkatërrohen mes njëri tjetrit sepse ai është i djathi apo ai tjetri është i majti. Sepse bëhet jo vetëm për të mirën e kombit, por për të mirën e secilit, për të mirën e çdo individi. Kështu që çdo iniciativë që bëhet atje, bëhet për të gjithë. Dhe të themi të vërtetën, ashtu siç thotë edhe Ime Shoqi apo edhe të tjerë, sot po ta shikoni, ndryshimi është një ndryshim gjigant i Shqipërisë në 10 vjeçarin e fundit. Është gjigant me të vërtetë. Dhe kjo është merit e politikës aktuale, të themi të vërtetën tani. Unë thash e përsëris dhe nuk jam, sepse kam dëgjuar shpesh thonë, po ti je shok me Edi Ramën apo ku e di unë ca budallë që shkruajnë disa. Unë nuk jam shok me askënd. Normal që respektoj këdo, por po e them në këtë rast është mirë që ne të bëjmë ato, të marrim rezultatet se si janë në të vërtetë. Të themi të vërtetën. Më thoni ju, të vërtetën se si ishte para 10 viteve ose para 20 viteve Shqipëria dhe si është sot. Sot ke qejf të shkosh në Shqipëri. Sot je krenar të thuash jam shqiptar. Dje ishte turp që thosh jam shqiptar. Më thoni ju, është e vërtet apo jo? Kështu që unë dua të përdor dhe një fjalë që ka thënë vetë kryeministri.
Edi Rama në një intervistë shprehu që unë dua të marr hak. Dhe është e vërtet që ne sot duhet me të vërtet secili ne të marr hak. Të marr hak, të investoj atje në Shqipëri, ashtu siç kemi bërë të gjithë. Edhe unë kam investuar, të gjithë kemi investuar, nuk e di ju, por të investojmë sadopak ato që mundemi që ta lulëzojmë atë vend atje. Sepse të gjithë së bashku mund ta lulëzojmë dhe ana tjetër që është më e rëndësishme, të kemi dhe ndonjë lek në xhep kur të plakemi, sepse kjo është e rëndësishme. Apo jo? Kështu që pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni për këtë argument dhe listën që e kam harruar pa dyshim, një listë gjatë të projekteve që do të realizohen brenda vitit 2027 të diktuara nga Bashkimi Evropian. Dhe më thoni, do t'ja arrijë Shqipëria apo jo? Unë jam i bindur që po. Pres komentet tuaja, ju përqafoj.